Bram, në orën 11 natës, e kam arritur, kam qenë te një lokal i fshatit dhe rreth orës 11 kam arritur në shtëpi. Në shtëpi, po kur isha te lokali faktikisht më ka ardhur një mesazh kërcënues për një like në Facebook. Edhe nga ai ka qenë nga një bashkëshatar im, që ai sot është komandant grupja, diçka e tillë këtu në Fier me forcat e Renea, nuk e di. Like-in ju kujt e keni bërë? Motrës së tij në Facebook. Dhe në orën 11 që kam arritur në shtëpi, jam fikur dritat vetëm të shtëpisë time dhe unë jam thirrur në emër për të dalë jashtë. Tani të kuptojmë diçka, porta e madhe që kemi neve në fshat me portën kryesore të shtëpisë ka një distancë diku te 50-60 metra. Ai më ka thirrur te porta e shtëpisë, jo te porta poshtë. Dhe unë dola se për momentin nuk e prisja, u mendova se ish vllai. Dal jashtë. Çfarë thoshte mesazhi? Mesazhi thoshte që nuk e di me kë e pleksur. Dhe unë dal në derë, aty më qellojnë direkt, pa një pa dy, edhe më përsërit ato të mesazhit. Një person? E ishin njëjti person. Vetëm një? Jo, ishin të paktën 3 persona. Ishte, edhe pse ishte errësirë, po nga kapjet, nga të tjerët jo, vetëm këtia, edhe këte vetëm nga zeri. Ata më kanë qelluar pa mëshirë duket ajo, faktikisht, edhe nuk është me grush se këto janë çarje o levo, nuk e di. Edhe më kanë rrëzuar për tokë pa ndjenjë. Tani, për qoftë edhe qoftë se unë jam gabim, se ka dhe falje, qoftë për një like apo edhe një, si thonë, një koment, ka dhe falje. Po që të arri në një fazë të tillë të më bëjë mua për spital, plus babajin tim. Babai juaj doli me njerëz apo dëgjoi? Doli se dëgjoi zhurma. Mirë më gjeti mua të shtrirë atje në tokë, ishte ato sipër mje të më mbronte mua, i qollojnë edhe babajin, e kanë çarë në kokë duket, aty mund ta shikoni.